Përshëndetje miq, jemi të emisioni Ura, emisioni bashkëdhetarëve dhe si çdo ditë ne na dalin të papritura, por ajo që ne e quajmë papritur është e shumë pritur për një grup njerëzish që është implementuar në jetën italiane, kanë rreth 25-30 vjet, ndoshta pak më shumë o më pak, por që janë pjesë e qytetërimit italian, janë integruar mrekullisht, por nuk kanë marrë në shtetësinë, nuk kanë cittadinancën italiane dhe tashmë vjen një moment që bëhet një referendum për cittadinancën dhe ajo që më mrekulloi në këto momente është një grup vajzash, një grup shqiptar, i cili ka një lobim për sensa cittadinanza. Pra, brenda referendumit duhet të bërë diçka më tepër dhe për të sqaruar këtë kam ftuar një nga protagonistët e këtij momenti, është Fioralda Duma, është aktiviste, është një aktiviste, por jo vetëm kaq që ajo pretendon ose si thon e përcakton italiani senza cittadinanza. Këtë do të raportoj ose të ketë. Por do të kemi edhe Aldanokën, edhe italiani senza cittadinanza dhe Liridona Regjën, të dyja i kemi në Skype, kurse Fioralbën e kemi këtu. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi në emisionin Ura. Përshëndetje, faleminderit që pritët jo vetëm ne, por edhe këtë kaos të rëndësishme si që është referendum. Në fakt, më ka shqetësuar vazhdimisht edhe në emisionet që ka vite, 8 vite që merrem me urën, por kam rreth 18 vjet që merrem me diasporën dhe më ka shqetësuar gjithmonë përse nuk munden shqiptarët të marrin qytetërimin e më tepër se gjysmën e jetës e kanë kaluar atje dhe prapë nuk marrin cittadinancën. Ishte një handicap shtetëror, probleme ligjore, apo ka ndonjë racizëm? Të gjitha këto? Të gjitha janë me i vend? Le të themi që Italia ka pasur si çdo shtet ato ligjet e veta, por që ligji i tanishëm i nënshtetësisë është ndryshuar në vitin 92. Emisioni juaj e din shumë mirë çfarë përfaqëson ky vit. Është një vit pas fillimit të valve migratore. Trazijeve dhe migracionit të detyruar dhe të shumë pritur. Të kushzuar. Ishte i detyruar, po ishte shumë pritur. Po, pas shumë vitesh mbyllje të kufijve shqiptar. Dhe shqiptarët emigruan në Itali në mënyrë masive. Sigurisht që patën bën dhe një impakt, sidomos në opinionin publik dhe mediatik, le të themi pak dehumanizues. Pra, në një farë mënyrë ata nuk u konsideruan as njerëz në kushtet që po shkonin në Itali, por krah pune. Sa që, për shembull, kryebashkiaku i atyre viteve në mos gabohem i Barit, tha ne kërkuam krah, por na erdhën njerëz. Pra, opinioni... Ka vlerësime të jashtëzakonshme në atë periudhë. Dhe bëri një ndryshim shumë të madh kjo deklarat dhe u vlerësua shumë. Megjithatë, ne dim si çfarë ndodhi, ne dim vitet 90 siç është pritur imigracioni shqiptar, mërgjuptar shqiptar në Itali, por diçka që shpesh harrohet është kjo nuk ishte thjesht media apo paragjykime tjerë. Kjo u bë ligj. Ky lloj racizmi, ksenofobie, diskriminimi u bë ligj, u bë institucion. Dhe u ndryshua një ligj, ai naturalizimit në veçanti. Italia e kishte prej kohës së mbretit, e kishte naturalizimin për 5 vite. Pra ti ishe jabanxhi për 5 vite vend banim të ligjshëm, ti bëhesh shtetas duke bërë kërkesë normalisht, me kohën e pritjes, tani unë nuk e di si ishte përpara fiksa ko prisnin e Ka qenë një komoditet që ne njihnim në qoftë se shkonim, por nuk ndodhi me djemë dhe vajzë shqiptarë. Po, u ndryshua ligji, ky ligj u bë pra nga 5 vite u bë 10 vite. Shqiptarët janë sigurisht europian, por nuk janë brenda familjes europiane, bashkimit europian, kështu që u diskriminuan në bazë të përkatësisë ndaj një shteti, pra pashaporta, i futi jashtë kufive të bashkimit europian, dhe sot kemi një ligj që ka një impakt shumë negativ, jo vetëm te shqiptarët që zgjodhen të kushzuar, siç e the ti, por edhe në fëmijët e tyre që nuk zgjodhen fare. Unë jam një nga ato fëmijë, isha 11 vjeçe,
kur prindrit e mi vendosën imigrimin, pra nuk mund të them që vendosa të imigroj. Nuk të pyeti njeri. Nuk më pyeti njeri, unë them isha invalide, fatkeqësisht, në kuptimin shaka të fjalës, por me të vërtet nuk zgjolla imigrimin, ama i liq u ndikoj më së tepërmi tek brezi jon që nuk zgjollëm imigrimin. Sigurisht, prindrit tanë vendosën në një farë mënyre gjithmonë, një lloj imigrimi, vendosën të integrohen, të punojnë, të arrin ato kushte. Ne, jo, do me thënë, beteja italiani senza cittadinanza, ku unë bëj pjesë prej 8 vitesh, kishte këtë qëllim. Pra, të bëjmë një diferencë mes atyre që duan të naturalizohen, pra kanë bërë një rrugtim të veçantë dhe kanë nevojë, do me thënë, të marrin një nënshtetësi, dhe fëmijëve të tyre që nuk bëhet fjalë për naturalizim. Është një rrugtim tjetër, dhe është një rrugtim që ka lidhje me përkatësinë, sidomos, sepse ne rritemi me frymën italiane, me shkollat. Unë personalisht kam ikur 11 vjeçe dhe kam bërë 8 vjeçaren, kam bërë gjimnazin, jam rritur, jashtë shihni si kam qestet. Me qenë se e kemi Alda Nokën dhe Liridonën në lidhje drejt për drejt? Regjia, më lajmëroni, kemi Alda Noka nuk është në lidhje, ose Liridonën. Gjatë sa kohë, më thuaj pak çfarë po ndodh me këtë referendum. Çfarë ka para pak ditësh, duke ndjekur lajmet e Italisë, një nga personalitetet e administratës italiane reagoi sa u gëzova për reagimin e tij, tha mjaft më me dhënien e nënshtetësive njerëzve që nuk kanë prekur kurrë Italinë, njerëz që kanë një origjinë të largët italiane, kanë marrë pasaportën italiane dhe bredhin në përbot si italian, nuk kanë shkelur asnjëherë në Itali, nuk kanë paguar asnjë taks, kurse unë kam këtu, tha, në shtetin tonë 30 vjetë shqiptarët kontribojnë me taksa, kanë punuar, kanë hedhur djerës dhe ne si kemi dhënë në shtetësin. Një konflikt i hapur, por nuk e di sa i vlen ky referendum shqiptarëve. Shqiptarët janë komuniteti i parë, ndonjëherë hahen te komuniteti i dytë, megjithatë kryesojnë për sa i përket shifrave të pjesëmarrjes në Itali, sidomos në aspektin e fëmijëve, sigurisht, përveç rumunëve, por siç e thash edhe më parë, ka një, domethënë Bashkimi Evropian i privilegjon sikur të ishin pothuajse italian nga pikpamja ligjore e përfshirjes. Ta përshëndes. Përshëndetje Liridon, faleminderit që jemi në emisionin Ora për një kauzë të tepër interesante. Po? Faleminderit shumë. Liridon, pyetja që i bëra pak më parë Fioralbës ishte çfarë do sjell ky referendum dhe sa shqiptarët janë të gëzuar ose jo që ekziston kjo mundësie 8 dhe 9 qershorit. Jam e sigurt që nëse referendumi do ketë do dali me një, do me thënë do e pranojnë, do dali pozitiv, sigurisht do sjell disa gjëra shumë pozitive për komunitetin shqiptar, po edhe gjithë komunitetet tjera në fakt. Do ulen vitet e kërkesës të nënshtetësisë, e kjo do sjell sigurisht disa mundësi të mira. Rreth së pari, për sa i përket fëmijëve, sidomos që lindin, që nuk kanë lindur në Itali, por që kanë ardhur për shembull në Itali në një moshë të vogël, gjithsesi në nën moshë, do kenë mundësinë të trajtohen me të njëjta drejta sikur edhe fëmijët që kanë lindur italian që kanë lindur në Itali. Kjo do sjellë sigurisht një shumë pozitivitet për ne, gjithë komunitetin. Atëre kemi dhe Fioraldën në këto momente. Më falë, Fioraldën që kam në studio. Kam Alda Nokën. Alda, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Alda, dhe falenderoj që jemi bashkë në emisionin Ora për diskutuar një moment shumë kroqalë, si i thoni ju, për shqiptarët që ajo e qytetërimit ose cittadinanza. Kanë vuajtur shqiptarët, e rrobtuar
rrugëve, çfarë nuk kanë bërë, edhe para kanë harxuar dhe nuk e kanë marrë. Tashmë ka një mundësi? Mendon se ka një mundësi për ta marrë këtë pasaport italiane? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Absolutisht, mundësi ka. Shqiptarët momentalisht janë në vend të dytë për sa i përket marrjen e nënshtetësisë në Itali. Pra, po jemi 700.000, do jemi në vend dytë, edhe kontributi shumë i madh, 35 vjet, 33 vjet. Absolutisht. Prandaj është kaq e rëndësishme që qytetarët që tashmë ka vite që jetojnë në Itali, pas gjithë kontributit nëpërmjet taksave, nëpërmjet studimeve, nëpërmjet punësimit, i kanë dhënë kontributin tyre Italisë, pra është më së drejtë që të përfitojnë shtetësinë edhe të përfitojnë nga ky lehtësim të procesit të marrjes së shtetësisë. Atëre desha të pyes, me qenë se kam Fjoralb në studio, Fjoralb, cilët janë kriteret aktuale të marrjes në shtetësisë? Kriteret aktuale? Po pyes Fjoralb, pastaj do të kaloj tek një pyetje pothuajse e afërt, po. Cilët janë kriteret tashmë? Ka disa kritere, ka disa mënyra, rrugtime të ndryshme për të bërë qytetar italian. Në këtë rast, po flasim për naturalizimin, i cili është mënyra ku futen edhe fëmijët, ata që nuk kanë lindur, sidomos, në Itali. Dhe kriteret janë vendbanimi i ligjshëm, pra si pas ligjit i regjistruar në bashki, ose anagrafi si quhet, gjendjen civile, prej 10 vitesh në Itali. Pastaj është të ardhurat, janë të ardhurat që shpesh herë bën pengesë dhe për shembull është rasti im që është një pengesë. Nuk plotësove, ka një nivel? Ka një nivel, po. Bazohet edhe në bazë të familjes që bën kërkesën njëkohësisht me personin. Dhe është shumë e vështirë sepse Italia ka një problem me papunësinë, me kontratat tepër të shkurtra që nuk lejojnë vazhdimsi dhe siguri në punë. Dhe faktikisht edhe referendumi ka dhe 4 pika, do më thënë, me 8 dhe me 9 qershor do preken edhe 4 pika përsa i përket botës së punës, pra do ketë 5 referendume njëkohësisht, fakt. 5 subjekte për të vlerësuar me referendum. 5 pyetje, çështje, do më thënë. Dhe ka një problem pastaj me punësimin rinor e tjerë, kështu që është një problem jo në vetvete, por në kontekstin italian më shumë, në realitetin italian. Pastaj të tjerat janë të mos kesh kryer krime, as në vendin. Ligjoret, vendbanimi, banesa të ketë. Ekonomike, ligjore, sociale, të gjitha janë pikat. Të gjitha. Disa dokumente përsa i përket. Të të pyes, Liridon, janë kriteret cilat ka një lloj diskriminimi? Normalisht, unë kur kam kërkuar në shtetësinë se tani jam shtetëse italiane, ka 3 vjet, do më thënë, unë mendoj që ka pas një formë diskriminimi, sidomos për sa i përket rediti, do më thënë të ardhurave. Edhe flas sidomos për pjesën e studentave. Për shembull, të tregoj diçka në mënyrë konkrete. Unë dhe motrat e mia kemi ardhur, për shembull, kur kemi qenë 12 vjeçe, unë personalisht në Itali. 10 vjet duhen deklaruar vendbanim në Itali për të pas mundësinë për ta kërkuar. Kjo do të thotë që unë kam arritur ta kërkoj, do të thënë, thjesht kur kam qenë 22 vjeçe, isha magjorene, edhe duhet që të demonstroj që kisha të ardhura. Në ato vite, unë edhe motrat për shembull po studionin në universitet, edhe nuk e kishim edhe thjesht mundësinë orare që bënim për shembull 8 orë. Po, eksakt. Të bënim 8 orë punë që të kishim të ardhurat që mjaftonin për të kërkuar, për shembull, në shtetësinë italiane. Unë mendoj që një farë formë është diskriminuese, sepse ti një personi 22 vjeç, për shembull, ose 20 vjeç ose 18 vjeç italian nuk do i kërkojë kurrë të ardhurat në mënyrë sistematike 18 vjeç, kurse për shembull një shqiptar ose një tuaj ti kërkon që 22 vjeç të ketë një kontratë dhe të demonstrojë që ka të ardhura. Problemi ishte se 22 vjeç, jo vetëm që nuk i kisha në atë moment, por nuk i kisha edhe vit, për shembull 2 vitet përpara. Pra mënyra për ta shtyrë sa më gjatë?
Eksakt, kjo është mënyra sipas meje për ta shtyr sa më gjatë. Në momentin që unë kam arritur të kem të ardhurat, domethënë më kanë dashur edhe 3 vjet tjera që ti arrijat e kushtet financiare, kam mundur ta kërkoj. Pastaj ka zgjatur dhe 5 vjet tjera për të shqyrtuar çështja ime. Edhe unë në këtë moment mendoj që është diskriminuese, sidomos për njerëz që vinë këtu të vegjël apo që kanë studiuar dhe kanë për shembull angazhime dhe duan të vazhdojnë studime, kërkojnë gjithsesi të gjejnë edhe një punë ndoshta në sektorin publik. Që aty duhet për forca cittadinanze që mund të pyes Alda, si atmosferë ose si kalvar ngjarje është korruptiv, se aty kemi në shqetësimin, duket sikur administrata ndërton procesin? Ky proces i stërzgjatjes së nënshtetësisë? Ka një mundësi? Nuk do e cilësoja si korruptiv, por siç e tha edhe Liri Dona, është një proces që edhe për çështje politike, në varësi të qeverisë që kemi në atë moment, zgjatet me disa rregullore që shtohen në moment, ndoshta ti ke mbledhur gjitha dokumentat që duhen për të marrë shtetësinë, pastaj shkon tek anagrafja dhe ta kërkon një dokument tjetër. Pra është një teknik, le të themi, të burokracisë italiane që nuk njihet për shpejtësi, le ta themi kështu, që her pas here vështirëson akoma më shumë procesin. Modeli mirë në Europë për burokracia, apo jo? I mirë, relativisht i mirë, do të thënë. I mirë në kuptim i mirë shquar, për njerëz quhet për zvarritje dhe një qetësi në veprime. Po, absolutisht. Proceset zakonisht janë shumë të gjata dhe duke marrë parasysh se këta personat që nuk kanë shtetësinë thjesht shumë shpesh duhet ballafaqohen me gjithë procesin e lejes të qendrimit që duhet renovohet çdo 2 vjet. E kupton edhe vetë që ballafaqimi me burokracinë italiane është goxha e vështirë, është i shpejtë dhe asnjëherë i lehtë. Qartë. Më thuaj që të futemi te. Ne faktikisht si lëvizje kemi përdorur një fjalë, nuk e di a përkthimi është fiks ashtu në shqip, në italisht është accanimento. Në Shqip është për ndjekje. Do me thënë, kemi një shtet, një ligj vënës, që praktikisht nuk bëjnë, që për ndjekin ligjërisht të rinj që rriten, por edhe të gjithë tjerët, duke i kërkuar vazhdimisht dokumenta. Këto vitet e fundit kemi pasur dhe disa probleme tjera. Pra, ky ligj që në 92-shin nuk është ndryshuar, të paktën jo për mirë, por në 2018-ën, Ministri i Brendshëm i asaj kohe, të cilit nuk më lejohet t'i them emrin. Dakor. Dhe vajzat qeshi normalisht. Futi edhe disa çështje, ngatroi pak situatën mes imigrimit dhe sigurisë dhe futi kozgjatjen akoma më të gjatë të kërkesës të shqyrtimit të praktikës, sepse një shtetas që kishte bërë kërkesë pas 2 viteve mund t'i helte në gjyq me avokatin dhe mund të zgjidhte situatën. Një kalvar të dytë. Ai shtoi, po, dhe e rriti këtë pjesën ligjore në 3-4 vite, 4 vite, më duket se edhe Liri Dona ishte pjesë e këtij shtese, domethënë kësaj shtese. Kësaj përvuajtje. Po, fiks, dhe për më tepër futi dhe institucionit e heqjes në shtetësisë, dhe këto vitet e fundit ne po shohim edhe një problem tjetër, se ti po flisje edhe për korrupsionin. Një ndër parimet që kanë lidhje me këtë marrjen e nënshtetësisë, sidomos për naturalizim, është diskrecionaliteti. Pra, një në punë civil që merret me shërtimin e rasteve tuaja, mund të përdori një parametër për thënë ky person nuk është integruar, mjaftueshëm sipas mendimit tij diskrecional individual, po. Por duke u ngatruar çështja dhe me sigurinë, sot e kësaj dite dhe personat që marrin pjesë në protesta ose kanë diçka që nuk i pëlqen, për shembull kemi pasur dhe raste që na kanë. Por nëse e marrim në analizë këtë procesi ju ka marrë jetën 30 vjet, imagjinon sa kona duhet. Meqense se jemi te aksioni italiani senza cittadinanza. Ma thuaj pak edhe dua për këtë 10 minutë që jemi action të treja për këtë problem. Çfarë është kjo dhe çfarë fitojnë shqiptarët?
Italiani Senza Cittadinanza është një lëvizje që është kthyer edhe në një shoqat të njohur nga regjistri i shoqatave në Itali, e cila është pjesë në tryezat e rrumbullakta kryesore për temat e emigracionit në Itali, dhe për çështjet e emigrimit, pritjes dhe në shtetësisë. Madje ne jemi edhe pjesë, të paktën në legjislaturën tjetër, sepse kjo legjislaturë akoma nuk na lejoj, në tryezën e rrumbullakt të Ministrisë së Arsimit për jeni bërë të pranishëm. Jeni bërë të pranishëm. Të pranishëm dhe të fuqishëm. Dhe ky referendum është fal edhe përpjekjeve tona prej 8 vitesh. Noka, në qoftë se je i pranishëm në tryezat rrumbullakta për diskutuar ligjin, sa vlen një shoqat dhe sa ndikon në kërkesat që ajo ka? Normalisht vlen shumë, sepse ti je i pranishëm në proces, duhet thotë që ta largosh pak atë advokasin, siç e thirrim ne aktivistat, nga procesi institucional, edhe ta afrosh tek shoqëria civile, ku për më tepër është më shumë ai diversiteti, sepse Italiani Senza Cittadinanza një diçka që sjell në tryezë është diversiteti edhe përfaqësimi i shumë komuniteteve, jo vetëm ai shqiptar. Pra është një kauzë shoqërore civile që është në interes të shumë palëve, edhe fakti që ne jemi të pranishëm është sigurisht një fitore. Vlerë që është territori fituar. Territori fituar, mund të them kështu? Atëre, Liridon, të fitosh një territor, je prezent, si që tha në vajzat, por a ke besim televizjet që mund të bëjnë ndryshime? Jam e sigur që lëvizjet mund të bëjnë ndryshimet, sidomos gjenerata si ne, si Fioralba, si Alba, që kanë, domethënë, shumë vite në Itali, dhe jam më se sigur që nga këto lëvizje bëhet ndryshimi. Do të thënë, ne jemi një gjenerat që mund ta krijojmë atë ndryshimin që ka nevojë edhe Italia vet. Fillimet e vitit 90, imigrimi shqiptar ka qenë sidomos për arsye pune. Edhe kush ka ardhur nga vitet 90 deri në vitet 2000 është angazhuar jashtëzakonisht me punë. Por do që normalisht kanë krijuar dhe familjet e tyre dhe fëmijët e këtyre personave që kanë bërë imigrimin e parë, janë rritur, kanë studiuar, edhe po japin dita ditës, domethënë kontributin e tyre shumë të rëndësishëm, edhe po kontribuojnë edhe në rritjen e komunitetit. Kanë hyrë të gjithë në lojë për të qenë pjesë e të ardhmes. Kjo është shumë e rëndësishme. Absolutisht po, unë jetoj në një qytet sistemi vogël në Itali, por gjithsesi shoh që komuniteti shqiptar është shumë prezent, edhe gjithë ata që kanë ardhur për shembull nga vitet 2000-2003 që kanë krijuar familje këtu, që fëmijët e tyre po kalojnë një moshë madhore, mbi 18 vjeç kanë studiuar, po studiojnë, do hyjnë në universitete, do jenë gjithsesi e ardhmja e këtij shteti. Kështu që normalisht mendoj që nga këto lëvizje krijohet edhe një psikologi mundësish. Psikologjia e mundësive. Atëre kthejmë tek një çështje. Ju keni kërkuar që t'ju bashkohen njerëzit. T'ju bashkohen gazetarët, televizionit, mediat, influencer, rrjetet sociale, këto. Si mund ta bëj diaspora këtë? Diaspora është ura më e mirë për të bërë ndryshimin, për të sensibilizuar. Është pyetje edhe për vajzat e tjera, Ky emision ndiqet nga shumë shqiptar të diasporës. Ne dim rrugtimin edhe të shqiptarëve që kanë marrë në shqetësinë dhe ndoshta kanë zgjedhur një vend të dytë ku të rrisin fëmijët e tyre apo brezat më tej. Pikrisht për ato arsye që ne thamë më parë, do me thënë për kërkimin e një jete më të mirë, për mundësi, për gjithëpërfshirje, ndoshta që Italia nuk i ofron. Ne kemi 8 vite si organizat që bëjmë betejën vetëm për ligjin, do me thënë, ky është fokus i misioni jonë, dhe ne kemi nisur në një moment kur Italia, do me thënë gjysma e parlamentit, sepse ne dim që parlamenti italian ka 2 dhoma, dhoma deputetëve kishte pranuar një ndryshim, kishte vizatuar, kishte shkruar një ligj për nënshtetësinë, për një ndryshim që përfshinte disa aspekte të ndryshme të nënshtetësisë, jo vetëm naturalizimin, pra lindëm në një moment që thuash ishte pra u influencuat shumë të mirë një nga dhomat e parlamentit italian. Ndikuam te dhoma e senatit, për dhe bëm një presion, një lobim shumë të madh që senati ta merrte parasysh, sepse kishin kaluar saktësisht një vit dhe senati po flinte gjumë.
e dim që Senati është pak më konservator në krahasim me dhomën e deputetëve, kështu që ne bëm atë presion, megjithatë ajo ligjvënësit vendosen në atë rast, në atë legjislaturë, që mos vepronin me tutje dhe, si themi, u humb shpresa. Pastaj patëm një propozim tjetër kur qeveria ishte e qendrës, po themi, me lëvizjen 5 Stele, dhe aty bëm lobim me partin, me ata që po shkruanin dhe po diskutonin, madje patëm dhe 2 audicione në parlament për çështjet e kushtetut, sepse kjo është një çështje kushtetuese, dhe prap as aty nuk ndodhi. Këtë rallë, domethënë ne përjetuam edhe humbje shpresë shumë të madhe, por referendumi është një mundësi popullore. Është një mundësi që gjithë personat, jemi të thirrja që do i bëni. Atëre, vajza, kanë shkuar 27 minuta dhe ne nuk e kemi filluar temën. Atëre, unë do desha të e keni kamerën para, e keni publikun para, po ju ndjek me qindra njerëz, po na ndjekin tashmë nga e gjithë Europa dhe Amerika, dhe do t'i bëni të thirrje dhe kuj do i bëni të thirrje t'ju mbështesni në kauzën tuaj. E fillojmë nga Liridona. Liridon, kuj do i bëje thirrje të mbështesi kauzën tuaj? Dhe bëja thirrje një kuj e direkt. Më dëgjon Liridon? Atëre Alda, më dëgjove, Noka? Po, dëgjova. Atëre, kuj do i bëje thirrjen dhe cili është mesazhi do i drejtoje atyre që t'ju mbështesin në kauzën tuaj, në këtë, si thonë, në këtë subjekt social që e kemi të gjithë për zemër, por ju e keni marrë në dorë për ta trajtuar. Qartësisht duke qenë se është diçka që intereson politikën edhe ligjin italian, do i bëja thirrje diasporës shqiptare që është në Itali, sidomos ato persona që janë të angazhuar në shoqata, institucione politike edhe jo politike, që të marrin pjesë konkretisht në këtë nismë dhe të na ndihmojnë ta përhapim lajmin, të flasim më shumë për referendumin edhe për të drejtën e shtetësisë. Për më tepër, ta shtoj diçka, të dhënat na thonë, të dhënat nga Istat, që është Instituti i Statistikave Italiane, na thotë që shqiptarët janë në vend të parë për sa i përket marrjes së shtetësisë. Pra, është diçka që na intereson edhe na prek në vend, ne si persona, si komunitet në vend të parë, edhe jemi komuniteti i dytë në për sa i përket madhësisë, domethënë të komunitetit tonë, pas atij romun. Pra, të gjithë bashkëdhetarëve që jetojnë në Itali, që kanë shtetësinë, siç e kam edhe unë, që të bëjnë, që të na ndihmojnë në përhapjen e lajmit, edhe të bëjnë intervista, të shkruajnë artikuj, të bëjnë, të ndajnë historinë e tyre personale, pse jo, sepse shumë histori për tyre janë histori suksesi, histori që edhe integrimi në kulturën italiane, pa harruar normalisht rrënjët shqiptare, edhe mendoj se ato janë targeti jonë i parë. Të falenderoj zonja Noka. Atëre, Liridona, më dëgjon? Po, tani të dëgjoj. Atëre, për të bërë një thirrje në kauzën që ju e keni marrë cittadinancën, por pritet që të gjithë ta marrin, do ja bëje thirrje tër si thonë emigrantën në Itali, apo do e shtrije edhe në për Europë ta sensibilizojë çështjen? Tani, vërtet unë e kam marrë në shkencën italiane, kështu që si themi nuk është më një problem që kam personalisht, por do doja shumë që asnjë tjetër mos priste 15 ose 16 vjet për të ndjerë shteta si një komunitet apo një shteti ku ka investuar, ku punon, domethënë kam 14 vjet që punoj edhe është absurde që të presësh këto kohë kaq gjata. Kështu që ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që kanë mundësinë na mbështesin pikëparë kur të jetë momenti i referendumit të votojnë. Ata që munden votojnë me datën 8 dhe 9 qershor. Pastaj çdo person që edhe nëse nuk mund të voton, të bëj thirrje, të na bëj share të gjitha publikimeve që bëjmë. Do ishte diçka goxha e mirë, sepse, si thash përpara, kjo koha nuk mund të jetë kaq e gjatë për të pritjen e nënshtëtësisë. Qartë. Faleminderit, Fjarald. Duhet Fjaralba të ti drejtohesh. Emisionin unë e keni në dispozicion për kauzën tuaj. Unë do të sensibilizoj të gjithë bashkëdhetarët të bëjmë pjesë, njëkohësisht të thonë mendimin e tyre.
dikush më shkruan që ata që kanë lidhje gjaku në përbot e marrin qytetarin për njerë. Në qoftë se ndodh të kështu, ne kemi rreth 6 milion shqiptar me lidhje gjaku në Turqi. Po t'ja jepshim atyre në Shqipëria do ishte shumë e madhe, apo jo? Po ata që jetojnë, ata turqit që jetojnë këtu që ne ja japim në shtetësinë, ose ata shqiptar që jetojnë atje me vështirësi, por e marrin. Më thuaj pak për bashkëdhetarët, çfarë do i kërkoje? Dhe kujt do i kërkoje këtë suport? Unë jam nga ato personat që nuk mund të votoj në referendum. Megjithatë, pavarësisht votës që nuk më mundsohet në Itali, as gjatë referendumit, praktikisht unë mund bëj shumë ndryshime. Kështu që mendoj se kjo thirrje për të sensibilizuar, ndërgjegjësuar, vlen për gjithë italianët, shqiptar, diasporën, edhe nëse nuk ka lidhje drejt për drejta me Italinë. Mund të organizohen ngjarje ku prezantohet një libër i një autore italo-shqiptare, domethënë shqiptare që ka jetuar shumë vite në Itali, siç për shembull keni pasur dhe në këtë emision Ismete Leba, Selmanaj që ka treguar dhe historitë. Kemi artiste italo-shqiptare pa fund, si që është Hersi Matmuja, edhe personalitete, edhe në art, edhe në ekonomi, edhe... Kanë mbështetur dhe referendumin dhe mbledhjen e firmave që u bërë në kohë rekord për 22 ditë, u mblodhen 630.000 firma. Gjithë shqiptarët. Gjithë shqiptarët, kishte shumë personalitete që u ekspozuan dhe mbështeten. Dhe kjo nuk do kishim arritur këtë rezultat vetëm me fuqinë e rrjeteve sociale. Ne na duhet mbështetje, na duhet suport nga gjitha aspektet, ndërgjegjësim mbi këtë çështje, sepse e di që është një çështje që ndoshta edhe është e vështirë të kuptohet në vende të tjera si Gjermania apo Franca etj. Megjithatë kjo është një temë për gjithëpërfshirjen, për përkatësinë. Nëse ne kemi qytetarë shqiptar që janë të njohur dhe që vlerësohen në vendet ku jetojnë, ne mund bëjmë shumë ndryshime të mëdha edhe në vendin tonë. Arbreshët e kanë ndirë gjithmonë përkatësinë e tyre shqiptare me Shqipërinë, ama kanë bërë Italinë. Ne kemi emra ligjvënësish, shtetarësh që kanë qenë me origjinë arbreshe dhe që ndjeshin... Do jesh dhe herë të tjera, do bëjmë thirrje të tjera, organizoj ato që na duhen dhe sidomos të gjithëve që i thirret sot, pastaj të kemi edhe palë të tjera duke falendëruar vajzat që ishin edhe Alda dhe Liridona, falenderoj edhe ju për këtë kauzë dhe për këtë mundësi që na keni krijuar të sensibilizojmë të gjithë shqiptarët janë. Faleminderit Liridon, faleminderit Aldë, faleminderit Fjalëra. Faleminderit Artur. Respekt për punën tuaj dhe kauzën tuaj. Ne do të shkëputem